Çështja e Jeffrey Epstein është bërë një prej çështjeve më të diskutuara të gjithë botës në ditët e fundit. Emra politikanësh nga më të rëndësishmit të gjithë globit, duke përfshirë Europën, pjesëtar të familjeve mbretërore, personazhe të botës politike dhe të financave në nivelet më të larta të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por çështja Epstein natyrisht ka dhe një sër misteresh. E para duhet thënë që Jeffrey Epstein u varë në 10 gusht të vitit 2019 në burgun metropolitan të New Yorkut. Ende deri më sot, vetvrasja e tij mbetet mister, nëse u vetvra apo u eliminua. Për arsye se ai ishte hequr nga ajo që quhet vëzhgimi për vetvrasje, dy rojet nuk shkuan ta kontrollonin siç kontrollohet normalisht dhe nga 11 kamerat vetëm një ishte në punë dhe ajo në pozicion të papërshtatshëm për të parë se çfarë kishte ndodhur në qelinë e njeriut më të përmendur dhe më në qendër të vëmendjes së Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po ashtu, një sër bashkëpunëtorësh të tij, si Jean-Luc Brunel, një agent mode francez që ishte bashkëpunëtori i tij, po ashtu u gjeti vetvarur në vitin 2022 në qelinë e tij në Paris, ndërsa një bashkëpunëtore e tij, Nadezhda Marcilkova, e cila ishte një slovake që u morsh me shumë gjëra private të tij, po ashtu është zhdukur që në vitin 2024. Një gjë është çudi. A mundet një person i vetëm, e shkuar e cilit është shumë misterioze dhe burimi të ardhur e cilit është i papërcaktuar qartë, të mund të korruptojë gjithë elitën e botës, njerëzit më të pasur të saj, njerëzit më të rëndësishëm politik të saj dhe personazhe që shtrihen në të gjithë kontinentet. Po kush ishte Jeffrey Epstein? Kjo mbetet ende mister.